E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të komentuar pak në fakt të lajmet të cilat qarkullojnë mbi parat të dhëna rreth Selim Bollati, fituese Big Brother VIP Albania 5, do me thënë a janë marrë parat nga ana e Selin, në qoftë se nuk ja marrë sa vonon ky proces, sepse ka patur shumë amendsime viteve të kaluara që produksioni nuk u jep para fituesve, dhe njëkohësisht ka patur amendsime pyetje në qoftë se Mimoza Ahmeti i ka marrur parat. Unë në fakt jam interesuar se sa mund të shkon një proces i tillë për të marrë parat një fitues në Big Brother apo në Ferma VIP, pak rëndësi ka, do të thënë në një reality show. Do të thënë jam interesuar, kam hulumtuar dhe kam arritur të bëj një konkluzion se sa duhet kohë të përshtatshme për të arritur të kuptojmë a kanë marrë parat e premtuara apo jo. Në industrinë e reality show-ve, procesi i pagesës së fituesve nuk është gjithmonë i menjëhershëm pas finales. Ju e dini shumë bukur që ato marrin një çek që në fakt bëhet publik ai çeku, por nuk do të thotë që ky çeku është çeku i cili mban lekët brenda. Lekët mund të jetë një periudhë gjatë për t'i marrë. Tani, përpunimi administrativ është e para. Pas finales fillon një fazë gjatë verifikimi dokumentacioni, ku fituesi duhet të paraqesin dokumentet e identifikimit, numrat e llogarive bankare dhe të kryen procedurat e nevojshme fiskale. Do të thënë është në një farë forme si tip kredie. Më pas janë detyrimet tatimore. Ju e dini shumë bukur që do të thënë në qoftë se Selin Bollati ka fituar 100.000 euro ka shumë tatimi që i paguan tatim shtetit. Gjithashtu dhe Mimoza Ahmeti ka shumë tatimi. Shuma e shpallur si çmim shpesh i nënshtrohet tatimit në burim. Produksioni ka bërë detyrë ligjore të llogarisë dhe të derdh taksat përkatëse në shtet, çka kërkon kohë për tu koordinuar me autoritetet tatimore. Do me thënë kjo merr një kohë goxha të detyrueshme, do me thënë që shkon ndoshta edhe 2 muaj. Më pas janë politikat e brendshme të produksionit, kjo është shumë interesante, Shumë kontrata televizive parashikojnë një afat pagese që mund të shkojë nga 30 deri në 90 ditë. Do të thënë që nënkupton që mund të jetë 3 muaj afat kohor për pagesën. Pas mbylljes zyrtare të programit, kjo bëhet për të siguruar që të gjitha detyrimet kontraktuale janë përmbushur. Do të thënë mund të zgjasin edhe 3 muaj afati kohor për të bërë pagesa nga ana e produksionit kundër drejt fituesit. Gjithashtu është edhe adutimi final. Produksionet e mëdha kryen një adutim të brendshëm për të mbyllur të gjitha llogaritë e shpenzimeve dhe të ardhurave të sezonit, përpara se të kryen pagesa të përfundimtare. Do të thënë ka një edhe këtu në këtë mes ka një lloj procesi. Tani sa kohë duhet zakonisht, nëse kjo pyetje parashtrohet dhe në fakt më është parashtruar nga ana juaj, në rast se pagesa nuk është kryer ende, zakonisht afati normal i pritjes prej një fituesi të një reality show është afati i shkurtër rreth 30 apo 45 ditësh, nëse procesi dokumentacionit është i shpejtë dhe nuk ka komplikime tatimore. Afati mesëm është 90 ditë dhe 60 ditë. Ky është afati më i zakonshëm në kontrata televizive, duke u dhënë kohë departamenteve të financës të përfundojnë të gjitha procedurat ligjore, dhe afati i gjatë është mbi 90 ditë. Kjo ndodh vetëm në raste të ralla kur ka mosmarrveshje kontraktuale, probleme me dokumentacionin e fituesit ose vonesa në procedurat e transfereve të bankave ndërkombëtare. Do me thënë, kjo është pikpyetja më e madhe. Tani Selin Bollati dhe Mimoza Ahmeti, maksimumin e tyre për t'i marrë këto para, do me thënë nuk mund t'i marrin që në natën e parë sa po përfundojnë reality show, duhet të jetë afat kohor 3 muaj që t'i marrin këto para. Por, a mund të ndodh që produksioni, do me thënë, të mos ua jep këto para, edhe në këtë gjë, do me thënë, ka ligj që fermerët, banorët, të cilët bëhen pjesë të këtyre reality show 3 muaj më parë, do me thënë datës fituese, kanë kontrata të nënshkruara ku ndërto është e nënshkruar edhe kontrata e çmimit final, që është një nga kontratat në fakt më të rëndësishme. Dhe në këtë rast, do me thënë, Mimoza dhe Selin Bollati do të marrin fitimin e tyre pas 3 muajsh maksimumi.